1, 2, 3. Urime gëzuar të gjithëve. Se edhe këtë 3 shkruajnë, jo vetëm që janë sublimim i asaj që vërtet ky popull luftën e fundit e ka dhënë më të shtrenjtën, edhe dëshmorët, gjithashtu edhe veteranët, edhe invalidët, edhe ata veprimtarë që kanë ndihmuar luftën, lirimin për pavarësitë Kosovës, që me shekuj ka qenë sublimim, artikulim, sublimim i punës tonë, i derës gjokut me shekuj mund të themi, një arritur e madhe që pak popull kanë mujt për një kohë kaq shkurtër, me një organizim kaq brillant me arrit, por fol njerëzve, sakrifikantëve, dëshmorëve, veteranëve, invalidëve, veprimtarëve, arsimtarëve, mërgjimtarëve, gjithashtu gjithë popullit shqiptar, edhe vëllezërit tonë në Shqipëri, edhe Mërgotës, edhe shqiptarëve të Maqedoni, shqiptarëve të Malzi, shqiptarëve të Kosovës, lindura për Shqipërisë etnike, siç i kemi thënë ne, po edhe mesjve tonë. Misht Amerikan, misht Evropian, gjithë ata që në kanë ndihmuar, ne kemi arrit ato që vërtet pak popull e kanë mërri për një kohë, e thash edhe njerë, kaq shkurtër, në mënyrë brillante të organizuar, aspiratën për liri, demokraci dhe pavarësi. Sot shtetërtimi është imponim, sot vazhdimësia si mision jetësor për gjeneratat e reja është imponim, sot kapacitetet shtetërore ndërtimi i tyre janë imperativ, sot kapacitetet shtetërore qendrore janë imperativ, mbi gjitha kapacitetet komunale janë imperativ, sot do të jemi të zot që vërtet të organizojmë vërtet shtetin ton, jetën ton, infrastrukturën ton, mbi gjitha të ruajmë mes partner strategjik, dhe sot është imperativ që gjenerata të reja të tregojmë historinë ton të lavdeshme, gjenerata pas luftës sidomos, për ata që vërtet kanë sakrifikuar, për ata që kanë punuar me decene, për ata që janë burgos me decene, prandaj edhe të burgosërit që i poshtë një pjesë janë këto dëshiroj mi përshëndet, do t'i përkujtojmë veprimtaritë e tyre për jetë të mëdha. Ata janë vërtet dikë rezistancës me vite prej atë dëmonë deri të fundit. Burgosit fundit që kemi postë në për kazamotat sërbe, sikur se janë edhe veprimtarët, edhe arkitektët e pavarësisë, ojka mendimit intelektual politik me presidentin Rugova, me gjithë të tjerë. Ne sot përkujtojmë edhe ata që vërtet padrejtësisht mbohen në hog. Presidentin Thoqi, përkujtojmë gjithë të tjerët që vërtet janë dikë mbrojtës kauzës shtetërore, dhe gjithmonë ju themi se prej presidentit Rugova, prej komplet delegacionin në Rambuje, prej profesor Femia Gonit, prej profesor Anton Qedës, që unitetin e popullit e krijojnë vitet 90 edhe ne si gjenerat atëherë, deri sot vërtet prej pellaskëve i lirëve deri te rilindja kombëtare, deri te gjenerata e lufta e fundit, është rujti identiteti juaj kombëtar. Prandaj gjenerata të reja, kësaj ju tregojmë, ky është mesazhi, ky është imperativi, edhe këto 3 shkruajnë kanë treguar gjeneratat se dikush ka punu, për liri e pavarësi dhe të tjerët duhet me vazhdu. Ne si organizohet, po në këtë ditë feste, kemi vendosur këto 3 shkolla të UÇK-s të shpalosim më këtu, në këtë vend të quajtur Kodra e Radivojçit. Dhe ta përshëndesim kryetarin aktual, zotrin Çokol Haliti, për kontributin dhe ndihmën që na i dha për këto 3 shkolla të UÇK-s. Ju përshëndesmi të gjithëve që keni marrë pjesë këtë manifestim. Sot nuk është veç 28 nëntori, por sot kemi edhe ngritjen e zvolimin e shkronja këto UÇK-s, ku është në sakrificë, mund dhe gjak, u derë për to dhe është shkronja të arta, nuk e thumë veç rastisht të arta për arsye se na bashkojnë dhe jemi gjithë kur bëhet fjalë për UÇK-n jemi të bashkuar, los që edhe gjeneratat e ardhshme të punojnë dhe të kontribuojnë dhe ta çojmë amanitin e dëshmorëve aty ku e meritojnë, sepse ato luftuan me ideal dhe për kushtim dhe ato e lanë familjet e tyre duke luftuar për vendin tonë, andaj edhe na të luftojmë, punojmë, sepse edhe ne të punojmë derisa të vdesim, s'mundemi me arrit atë që kanë bërë dëshmorët e kombit. Lavdi gjithë dëshmorët e kombit dhe gjithë atyre të cilët kanë kontribuar për lirinë tonë, respekt për shlirimtarët dhe veteranët dhe të burgosit politik. Faleminderit. Kur flasin veprat, fjalët janë tepërta, edhe me këtë rast duhet ju uroj për ngritjen e shkronjave të arta të UÇK-s në Kodrën e Radivojçit, e që
e kam vrejtë se nga dy anët shihet për bukuri, kjo e bën edhe më të madhërishme Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e cila është themeli i lirisë tonë. Ju që jeni këtu të pranishëm, jeni të vetëdijshëm për rrugën që kemi kaluar, e për të mos u përsëritur më, duhet gjithmonë ta kujtojmë kohën prej nga kemi ardhur e ku synojmë të shkojmë. Këtë luftë çlirimtare ne e fituam sepse e kishim ndjenjën e popullit me veti, e kishim gjithë popullin shqiptar kudo që ishte në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Malzi, në Kosovën lindore, në diasporë e gjithka, po jo vetëm kaq. E kishim edhe përkrahjen e bashkësisë ndërkombëtare në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që si miq nuk do të harrojmë kurrë se me ta mund të vazhdojmë edhe më tutje në ndërtimin e jetës së re. Urime 28 nëntori e gjithmonë festofshim bashkë. Atëherë do të numërojmë deri në 3 dhe t'i dhezim dritat e shenjta, shkronjat e shenjta UÇK. 1, 2, 3. Urime gëzuar të gjithëve. Sot nuk zgjeruam vetëm një sinjor të bashkohemi dhe të duam këtë tokë, siç e dëshëm ata që dhanë një dëshmorë të rrugë. Të dashur pjesëmarrës, faleminderit që sot u bashkuat në këtë ditë të shenjtë kombëtare. Për Kosovë jam shpirtin tem, për Kosovë